Tani erdhi koha që në studion tonë të bëjmë një bisedë të gjatë me aktorën e cila ende sot nuk ka asnjë lloj konkurrence. Me neve sot është aktoria më simpatike e të gjitha brezave, Leze Qena. Mirë se erdhe. A do marrë mrena në studio? A që atje duhet, ha? Po. Hajtë. Se përmi. Që këni? Tu po më këna dhe më shtri, une. Qysh do shtë? Më nëzën, tama. Mirë se erdhe në studion e Elite Show. Apo të qenë mas pari studio se të kemi ftu edhe normal që mendimi jëtë është shumë e vlerë për neve. Falëmire që më keni ftu, ju përshëndes juve, edhe ato gratë e Krushës, cilat shumë i qmoj dhe i nderoj. Na kemi me pas edhe ma vun gratë e Krushës në studio bashkë me ty e me neve. Falëmirit. Zonja Leze, qësh po të ecë seriali që ka shpia, se e di që je shumë aktive? Seriali? Mirë bobë. Mirë tash, se di që ju pëlqen shikuzve. Po doke që shikuzve pju pëlqen shumë? Atëherë mua dhe ma shumë. Se na për që ato dalim, me na pëlqy dikushe. Kër na pëlqen, na lujme edhe ma qef, edhe na japin kënaqësi ma të madhe. Gjithmonë je pjesë e serialeve ma të shikume në Kosovë dhe e ki një rol shumë të rëndësishëm mrena serialit. Edhe një kosisht është shumë i dashur për publikun. Qështë të bënë mundi këtë fakt? Faleminderit atyne që më kanë pranu atë në rrethin e tyne. Unë mihem shumë mirë në mesin e tyne, se me këtë rish që ashtu bëhësh, thojnë, aty krejt tri, edhe unë po e një vedin si ata. Ere. Ere. Zdojnë me lëshu kër, a ki njëtë me lëshu në herë? Mi a lëshu renin edhe aktoreve, se halon e thash, po të konsiderojnë si aktoria pa konkurencë. A ki me pas konkurencë në herë? Po mëre ka plot? Jo, dha, nësë përshojmë. Jo, vëlla, ka sa dush, plot ka. Ja, sët, ja kur. Ska pas që atëherë kër ko mardhune në kohën teme, se tash, po tash, se i cilë ka venin e vetë. Sa role e keni pas gjithsej gjithë karierës? Une, kër kom ardhë në fillim, kam lujtë rolet fmive. Djemë, vajza, e fmit gjithmonë njën simpatik. Une që aty e kom përfitu publikun edhe se kom lëshu ma. Tash edhe që pilu i plakat prap, për mdojnë, për ju duk nazar plak simpatike. Gjyshe, jam shumë e lumëtur që për kardë, reni me lujtë edhe gjyshe, se unë s'kom pas as gjyshe, as ka nana, as ka baba. E kom vujtë shumë. E gjithmonë i kom dasht pleqët, ku i shifësha rrugës, ju bashkan gjithësha, bisedojsha me ta, ju ndimojsha, i ndigjojsha. Bile një shoh që më theke Leze, kur të plakësh, ty kanë me dasht fëmijët se ti pi don pleqët. Tha unë si du pleqët, se du pleqënin. Thash hajt se dojnë nipat ty. Edhe që ashtu është edhe ato pe dojnë nipat, e stër nipat. Zonja Leza, s'kim rrimi taku gjyshin edhe gjyshën, se unë pak për mduke që ka që kjo anë një pa informat. Unë kisha pas gjysha, gjysh kisha qene stërlutu. Shumë dhe me thonë për fëmi, gjyshi. Unë i kam 2 nipa, cilë mas tyne mos e du kërken, aq i du gjithë, po ata janë në rend parte une, ndo këtë i kisha përbi prej dashnisë. Në gjithë që këj madhe tash pak është gjelozit këtë madhë vuglin, e këj maj vuglun. Gjithmonë madhë vuglin e dojnë, si mu që pëmden që me vogël. Edhe unë e bashkë me ty, e vogël. Që shtu, gjyshat janë shumë të qmushëm, se prej gjysh, ata sa janë prind, nuk kanë ko me dashtë fëminë, me levatu, me nejt, me... E kërbojnë gjyshat, atërë rrinë, s'kanë punë, i dojnë. Po mdoke që je prej aty në gjysheve që shpërndan rogën të nipat. A për shpërndan rogën, pak të i madhi, pak të i vogli. Po, krejt. Filas zrën ka pak?
ka pak, jo, po ka shumë besa. Diku pilazrojnë, ta shprind pilazrojnë ma shumë. Kur po reagoj, unë thëmë, mos e sështë mirë që to, hajtë, na dim. Ma ne, e fëmit janë pak ma të lazdrum, veç, nejse me gjyshat janë mirë. Le të kthehemi edhe njëherë të aktrimi. Tregom, a e ka vlejt më konë aktore në kohën kur ki fillu si aktore? A? A ja ka vlejt me qenë aktore? Për shkak që përpara thonë që nuk jam vlerësua dhe që atë shumë dhe të ardhona nuk ka pas mjaftueshëm. Ai, njeriu e donë profesionin e vetë. Veç si aktori që e donë profesionin, më duket se donë kërkush. Kreti kish lanë për aktor. Të na nuk lu në rol pagesa. Me gjithë që shumica mashtrohen në shtani aktor pare, të na s'ka pare. Në përëndim po. Po, unë se kisha ndru për kushe di qëfar pare këtë profesion. Pre fëminis, kur kam qenë fëmi, në Prizren janë dritaret e fella. Si scenë është. E pirdet janë ndritaret në gjithën. Qashtu kanë qenë, tash ndryshe. Unë e mërë shatë pirde në qitë shaknej, i mlesë shafëmit e mahollës ma të vegjel se unë ata të mdojtë zgudzësha, e aty në ju urnojsha, i maranojsha aty, edhe unë e hypsha aty, lujshna, knojsha, recitojsha, lujsha. A të shkaj këtë që po get, ja kom njës pre atyt me dasht, këtë profesion, po ma shumë e kom dasht baletin. Baletin? Po. Për balerin kom vujt. A të është ndush me kom pak ma e gjatë? Po atër ka qenë qashtu situata s'kemi pas kushte. Po. Me gjithë që më kanë propozu me shku për balet, po s'ko mujtë me shku ma largë. E për aktore s'ko me nuk kur. Jo për që se kom dasht, po thesh, duhet me qene bukur e gjatë, si Sofia Loren. Po. E unë një plom njëri, kur s'kom. Po që shkartë, na dhe unë e jam bë aktore. A të para gjykun kur e zgjidhe si profesion aktrimin? Po, nana s'ka qenë kur e pajtimit. Më theke, ma mirë shka bërë në pevaqicë në kafe, atëre pevaqica e në konë. Po. Edhe ato që kanë kru në kafe, mos vetë që e në konë. Ta është gjithë vla po kënë, po. Bët kuptimet kanë qenë tjera. Hec me kohën. Ajo ka qenë kunder shumë, baba jo. Do me thonë, supportu si ki pas babin? Po, baba më ka përkra. Unë ko marrë dhe jom pranu me i herë. Ma ndaj rolin e parë, që e kom lujt dashnurën e Gjevatit. Edhe kemi me qashtu si dashnur, tonë kohën. Nuk më ka dalë keq. Kanë kërku shumë me pytë për të fik qangër. Ka nga të fik qangës që e ka po tu... Të fik qangër? Po. Unë e kom pa të fik qangër. E kom përjetu. Po nuk e kom ditë deri vonë të fabrika që ka qenë në Ferizaj. Po. E u përmen këtë të fik qangër. Shoshtaj. E mu më kujtot si fmi. Kur e kanë mundu të fik qangër. Unë e kom qenë fmi veç. Shumë jam prek dhe shumë kam bujt kër e kom pa. Ju s'muni me zdi me përshkrua, i ka qenë i mashkull i bukur, i zhvillum. Lakureq me brek dhe bardha gjata. Përmi tavolin, një karrik. Përmi karrik një par në lanë e dvogla që vetëm gishtat i hishin. Te qeshmja Shadërvanit në Prizren. Edhe populli vishin dikush e pështyke, dikush i gjushin fjale, rushin. Unë e këqyrsha, të isha me mujtë me mush, gojen me uje, mi alag, bust, shkrum i kish. Edhe ma vonë, në përmjet kangës e kom një që e kanë qu në përkrit Kosovën, në qatë mënyrë e kanë mundu edhe e kanë virë në Gjakov.
atëherë mu kujtu mua ai njeri. Edhe tash, cere një gjëja të kangu ne, vuj shumë për te. Edhe së mëdhimet që ka vdes, se njeri u lind, njerë vdes. Po mëdhimet që ka hjek. Jo vetëm aj, po krejt ata njerë që kanë vdek në mënyrë që i kanë mundu e i kanë masakru, që aty mëdhime. Se njëherë lind, njerë vdes, dalë para, jetëm pushkaton 5 parës japë. Veç kër lujnë me ty e bëjnë që gjithë shkanë ty, ajo është ma e keqja. E pse ka ndodhë krejt kjo histori me të fikon? Edhe kjo luft ka qenë shumë e keqe. Nuk më dhimen që kanë shku për që se kanë përjetu lirin. E nas po di me e qmu këtë lirin. Shumica prej nesh. Na do të me puth tokën. Që na u ka liru. Po petë kjo tokë për për më duket aty ju zvoglu. Merë pakane, sikur për para. Se di qka ka mu bës, po di inshallah shkoj pa u bo që ajoja që po me mërë. Luftat jenë të këqia. S'po di që shmu shprej për këtë gjënë. Sa vjeqare ki qenë kër e ki përjetu luftën? E të fikqanga. Sa të fikqanga kemi pasme. A ki në memorjet tone diçka një lloj tjetër historie përveç tina, që t'ka metë si peng? Se di. S'di që më thë. Pak jem edhe e shqetsu me tash. Që këtë dëmar ka qenë, që të gjana shumë për më prekin. Po vuj. Qysh mëre? Ata pëthën, atje mali zi që nga kamë, ne nga murën Mitrovicën, që to që kanë hi mrena në shpit kanë hi. E s'po bëjmë kur gjo, e po lypim atje tash ma largë që është. është lirua mëra qëtë Mitrovicë. Këta që po flasin, shkoni mërë që atje luftoni, largoni ata. Kërkosh, s'pe bënzo, kritika po japin, a vetë s'po livritin. Kur t'jep kritik, shko bën dishka, qalëshet. Se di shka. Kom qite. Nga dhe. Që po ta ndrojnë pak temër, më mundu pak me të disponu. Veç po t'lo një herë mu relaksu, edhe nashta mundet me qenë njona prej intervistave me full për senet cilat ma herët si ki full edhe t'kanë me bang brenda të e. Kur kemi ardhë, unë e Gjevati, për Italie, atje kemi qenë refugjat, Gjevati ka qenë veç i smutë. Për dhe ke zdu me fsheru, du me vdek, se s'po më pëlqen që kjo situatë. Mas lufte shka po aj, s'po më pëlqen, edhe nuk u shëru edhe shkoj. E ta shtëm, shqyqyr që si je mërë njeri. Se aja kishë hongër vedin më duket. Mu më ka fikë që ka shku. Ka herë thëmë, kur jam mirë është një situatë e mirë, thëmë, të kishë qenë. Ka njerë thëmë, shqyqyr që sashtë. Që e se ka përjetu që të që po e përjetoj unë. Na po lipim vizat. Me na dhonë që ato vizat. Hitë s'kom qefë. Kër na japin që ato, krejt të shprazim Kosovë. Krejt shkojnë. Shka për na vi. Na për ja vlirojnë vetë. Që tash ishim në Turqi. Kër u këthym, u gëzova që më rrimë Prishtinë. Kër hina në aeroport Prishtinës, vujta dhe ma shumë. Se nuk e njeva vedin që jam Prishtinë, u duk që jam hala në Turqi. Veç kur erdhem aty të policët me i dorzu pasaportat,
Thasha e një mërë shqiptar. O, mirë se erdhe. Qa e më fladiti pak veqia. Këtë përna i marrin pa luft. Që ata që kanë dasht atë herëm, në kanë masakru, ta shpi marrin vetë. Së të i mëre, shka kjo punë. I kritikojnë Kosovartë, biznismenat që blenë këtu toka, po ma mirë mërë le t'i blenë shqiptari. A e punë son dekan? Se di, nuk po du me folë për disa, se thënë që se kjo është ma mirë për shukë, na? Zonja Leze, qëfar thiri kështë bo shqiptarëve cilët po tentojnë në stop me lëshu vendin e ty në Kosovën për me dëpërtu jashtë? Shumë, unë kam qef me shëtit, botën me pa, kom pa. Veç opet ma mirë se këtu që e një vedin kërku. Prizreni, tash për 40 minuta shkën Prizren. Unë e vuj për Prizren, më duke që jam s'kejt botës. Kisha pas qef me qenë aty non-stop. Po, shkaj me i bo punës, jam këtu. Se me Gjevatin gjithë e kemi pas andër, kur dalim pension me shku në Prizren me jetu. Se dhaje ka dash Prizrenin. Unë ta me menja ma si kom linda aty e du Prizrenin. O këtë dashën. E zdi që shjetoj. U bëjke një muj për shemull në Amerikë që kom shku, fillesha mu mërzit. Edhe fillesha me qajtë për ata që janë aty. Në qësh mëre këta, unë s'po muj me nej, qësh po rrinë këta këto. Pa e njëri kur ta bën standardin, i ka gjithat mirat, i kom pa, a i kur t'hin mrena në shpi, ka komoditet, si këto, si atje i duket njësoj, së është mren. Po kur për del jashtë, për një ndigjon gjuhë tjetëre, nuk jenë, tu gjdo gurë më duket më thotë mirë dita, mirë mjes. Atje është njëf kërkush, atje e vetëm numër, edhe asimilohësh. Nëse ti jo, e fëmijët e tu jo, vala nipat e stër nipat po. Se tash po dalin populli parë në botë. Shka na hongër dreqi kështu, ka shkum, ka hopëm. Edhe që ke grush që kemi metë, po dojnë me na zhduk. Unë se di. Zonja Leze, gjatë bisedës... Në qitën politikë më futë me qitë. Jo, gjatë bisedës... Që të ndikon ku ka shpirt, ku ka jetë, ku ka dashuri, ku Që ka... se krejt me ren, ka dalë unë e pokëzona shumë që pëjek edhe një farë mëlefi brenda vetës, se kur po folë, na javën tjetër kemi me pas një rastil, mësafer në studio për një rastin e një vajzës cilës i ka vdek motra. Po, gjatë bisedës e vrejta shumë që po përmen Gjevatin. Nëse i kështë pas edhe njëherë ofër, qëka i kështë thonë? Unë e gjithë jam me Gjevatin, edhe që tash jam me Gjevatin. Gjithë e një pranë vedit, edhe ka jere një prekjen e ti, zanin sidomos, shpesh, e një të më thënë, hajde më shpirt ma bolë, se na natën kemi punu, unë kam punu natën në shpit. Ditën kam qenë prova, ajo shfaq që mas ditë, atër natën në dashtë mi bo punë të shpis, a i gjithë të shë, hajde bre mua si sose që ato punë. Hala janë një zanin si kur atëherë. Edhe mës me qenë që ajo me një unë ato pranë dikun, isha harru dhe unë isha mërzit ma shumë, po unë jam gjithë me ta. Ku do që t'jam? A jam t'y këcy, a jam t'y qajt, a jam t'y qajt së më ka pa kush vëq, unë e qaj shpesh. S'ka pas njëre kërkush t'y qajt? Jo. Edhe prej familjarve jam rujt, veç kur e kemi lëshu shpin gjatë luftës, më ka marrë vaj, s'kan mujt me mnalë. Se runa, se me bo, me më ka vaj, nuk di mu nalë. E qësh jeni taku? Qësh jemi taku? Po. Ajo taku me mu në fotografi, o dashuru, edhe ka thonë ka me qenë gryja ime,
Unë se kom ditë, mas 4 mujve kom marrë në teatr, edhe rolin e parë dashnorën e ti. A i shumë i ka para një gjonat ku me ditë që shuka. Edhe pre aty, nas jemi nda, edhe s'm ka ra keq. A refuzove në i moment? A i ka qenë veç aty edhe a i më ka dirigjua, dhe që thënë, dizginat. Qyshka, unë e kom marrë edukatën për i ti. Edhe sigurisht dashuria, krejt ato kanë ndiku. Shtu që tash, më po thëmë që e një gjithkon, po sa ma shumë, sa ma gjatë, po jetoj, ma shumë po një nevoj me bisedu me te, me atë regu halët. Se kërkush nuk ti pranon sikur bashkëshorti, sikur shoku jetës. Veç ati mund është me urfy, edhe aj ty. E për që atë në pleqni, ajo është dashuri e dytë. Së dashuri po atë, që atëhere lidhen edhe ma shumë me zvetit, që kanë kalu tona tjetë bashkë, tash munda kur, bashkë kur ki nevoj, është shumë zërë. Më dhimë se burat që jesin pa granë këtë mosh. Se gruja gjinët, ka punë, shpi, ka gajle, të lashe, a burat është shumë zërë me nejtë vetë. Për që atës duhet me i nalë, letë martohë. A beson në dashurinë sot? Se për para ka qenë shumë ma ndryshë, ka qenë edhe ma vështirë dhe kanë luftu shumë ma shumë për një tjetërën. Për para më duket ka qenë dashuria ma e thurtë. Se gjdo gjo që vjedhet, rruhet ma shumë. Që na kemi vjedh dashuri, kemi në shek, jemi tinës prinve, se s'kemi gudzu. E ajo të lidhë ma shumë diçka e ndalume. Sigur cigarën, kur ti thuti kuj lebre që atë cigarë, s'mun është, mësa ma shumë të thot leti se le. Qashtu dhe dashuria ka qenë atër. Tash është dashuria lirë, qatë i dorë, martonë, qatë i dorë. Qështu të kojshit ju, qështu ta kojshit atëherë? Se ma atëherë s'ka pas telefona, u konë ma vështirë. Qërë ti e pa, diku një pa në rrugë, një pa në shkollë. Atë njeke, ngoj ke mas teje, me gjithë ka jetë. Sa par këpuca e ka qky disot ka në zonë. Jo, gjevati, hecë më ka njekë, se s'ka mujtë me mjekë. Jo, a? Ka pa që aty, edhe kur kom marrë aty më ka pa, mi ka shtiti kom një këpucë, dashnurën ja kom lujtë. Edhe që ashtu kemi metë edhe, veç se di sot, për njeri për një mësi, shkon e ndahet. A bon vaki për gabine ma të mdhaja, nuk ndahen edhe, pak menoj nëse. Për që atë ta shë ndamjet me asi, se hitë s'meno, ta më ka ofendu, ka thonë qështu, a dalë bërë njëherë prit, nështë ta nuk është e vërtet. Do të mi qiru e sopet. Mu më dhimësën fmit. Ti kur bësh prind, ti do është mu fliju për që ata fmit. Ska ma keq se me fmija jetim. Ska ma keq, ska, nuk mundët me egzistu gja ma e keqe. Qërë tash një fmi thët, bab, nane për qafe, këtë tjetëri që se ka dhe që këtë sa e rëmë është ajo. E për që atë do të pak me duru, edhe femna, edhe mashkull. Në me thonë këshilla jote për qiftet sot është me duru ka pak një tjetërën. Po, u solidarizu. Ska, unë për shemull me gjëvatin kemi qenë shok, njëherë dashnor. Kemi martu mane, kemi qenë bashkë, atër jemi bo shok. Shok të ngusht. Kemi luftu për njëni tjetërin, e kemi mbrojt njëni tjetërin. Ma vonë, mo të regla, ma vonë njën e bam. A është të vërtet do me thonë që dashuria dikur bëhet pak si mo të regla? Po, është. S'munësh. S'munën i pa njëni tjetërin nuk munën.
se besimi është vetëm teatër. Edhe nuk di. Pse i dhënon vjerrat me nuset? Për shembull, ajo duhet me di që edhe ajo kur ka qenë nuse, ka qenë njësoj si kjo. Ose pse nusja ja shë për të madhe vjerës. Te nona ju të shkon, nona ju të shonë, të thotë gjithë shka, si nosh. Vjera një fjallë me ta thonë, nështë ta për të mirë ta thotë, ty do këtë keqë. E rruju pak, përbi. Gjëna është. Ajo mendon që ja ki marrë djalin, që ashtu mendon. S'ki shka me e bo. Qësh jetë te si vjehër? Se di atë mundet me thonë, a i dhonë rrën. Unë e mundohna, a di shka më thotë mu, qika? Shqyqyr që s'ki djale, për oj qikun e me ty flasë shka du dhe mu i me ta më shu. Po, se di. Me ato jo me lire, me nusën, s'kisha pas qef me pas. Kisha munu sa ma mirë. Se unë e kom pas vjerën shumë të mirë. E kom dasht edhe më ka dasht, sinqerisht po thëmë. Ajo dashurin t'i sunësh me bo njësoj si me prinin, si me... Po. Këta. Po prapë nëse ki respekt, nëse e dënë, qatë njeri dush mja dasht edhe print. Se mos me ka pas qenë print, se kështë pas atë njeri. Njeri u duhet mu njës prej vedit, qysh do këty me ta bo dikush qashtu, e atër kish me shku një. Po disa njërë nuk menojnë pak ma. Po shqyqyrë mëre se me konton njërgjit njësoj si shkon interesant. Dalojmë se cili ka pak. Edhe mos u përla me burrin, nuk është interesant. Edhe ajo si shkon interesant, se kur të përlosh, mëse kur të pajtosh, o zot, sa do këtë që mja njësë edhe njerë për fillimit. Ty të shunia ma e fort. Vazhdoni që ashtu. Zonja Lize, na pas pak kemi miftu në studion ton edhe gratë e Krushës, keni me pregadit bashk speca, se i përmende dhe i lavdove dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e spektaklit tonë, a i kemi në studio, po presim mu bashka në gjithë, po para prakesht, unë kisha desht me ndjek një insert se si i ka shqit prezentu si shuki me të shuki, teglat që i kam pregadit 2 mësafir ma herët, Naima Bazi edhe Sevdai Radogushi. Le ta ndjekim insertin edhe këthejemi në studio me gratë të Krushës. Maluma, baby, apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando Që shtu e ka optar, Migë është fanë si flak të ushqimit. Tradicional, normal. y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo. Jena të ushqit për bamirësi, 2 tegla janë, një ka marru qëmili, një ka banu Naima Bazi. Shkel një mënaj pare, shkona e shesin ministrin, kur është kujtim shole, apo? Për elitën e specave me mazë edhe specave pa mazë, kom dalë me kontribu. Deri sa që përshin edhe vetë emnat 2 pishtarë të skenës, dhe aja nisi me gjirua, lajva, bravo, kështë. Për pishtarë të skenës së humorit. Këngës mahis, a priori, zbavitjes, i madhi për i vatë klit, qerosi për flok gjati, gjithmonë vigilenti, i martuar për sugar, gjithmonë vigilent, kër vje punat e specat me mazë, ato pa mazë, naj, qika ju bërë shumë mirë. Naima Bazi. Ideja është kjo, Elita pishten me marru speca, unë e duhet me dalë edhe mi shqit. Parët shkojnë për bamirësi, kështu që let's go, right nice, janë i shvertit, la. A keni pare? Jeni studenta. A keni rape? Gelt?
specat, nice. Në ndërkohë, mi që thasha, a keni pare, vla? Pa të bleni speca, vajza. 2 tegla speca, janë veç 2. Takona, pakit me në gjy pak, po nevoj njëri. Zotëri, për bamirësien paret, plus specat ja u kona ketve. Zotëri, jenë 2 tegla, paret shkojnë për bamirësi. Njëna është me mazë, tjetër është pa mazë. I ka marrun, të që mili, tona e ma baze. Ideja është, nëse te blen njënë për shtyne, paret, shkojnë bamirësi. Nëse mund është, plus specat i kona, s'ka lidhje. Masarave punë, s'kam këj lo. Qëto specat? Ti rrumina na, në frizder? Po, ani, okej, pa nderit. 2 janë. Telat i kona bat? A vish pishy, po, okej, vish qërë. Qa bëni, a e një mirë. Unë e kam vish një mushteri, sa është e thirëm, sa pare është në gjendje, mi dhonë, la, që. Pret. Shkojmë. Qeni se kanë. Së shtë e kopës, në një vesuaj. Ciao. Përshëndetje zotëri. Ciao bën. A je për me hi ndrem që kjo tegëll pa moz me speca me 2 kg kollore. Së gjithë të kia. So pishes faktikisht shmi mirë simbolik njëri. Jena ato, qëta ka bëna i ma baze, qëta ka bëna qumite. I kam bëna për emision të elitës, edhe qmimin qysh dojnë anaja qesim, po për ty ma zë përqe pianizme 5 jo, shfar, lirë, 7 euro tegla. Shkje pa mod, shkje pa mod është 7 ba. Pare shkojnë pa mirësimës, so ma shumë që është masi. Jo, sa në marume, që kush i ka bo, hajde. Njone ka bo qumili, njone ka bo qumili, njone ka bo naimi. Pa mozën të... Po, ne ma bozë shte ka bje. Se për të ush, që njëri pa unë 7 euro për qumilit, ta shtë i shtudeni se me 7, këto pare shkojnë pa mirësi. Shkja naimit, është e shetë, po e shaja për 15 euro. Kjo qumilit ma menja se ka kursu gripën aji. Edhe besoj që... E me zonë në jo? Po ta shtë kjo naimit zbanë, kjo qumilit... A është me krepa pa krepe qumilit? Po i kërkujnë Allah. Por qumilit dhije që pa krepe ki se ka kursu aji që pa varë. Po ty për qatë ekspert që jo kënë nasë vla, qëre vish pak, prit vish pak, jenë vish pak, Kjo është vullohës pe grave të krushës, si janë këto pa lidhje. Me thonë, ato i kanë testu edhe i kanë aprovu se vullë aty nërë, nuk është të që i ka maruaj, se nuk mujnë me në almu këta, atë i besoj e këtë në dëve. Shpibdini, ja? Ani, lafë më knaqët, falem bjerë shumë. Hajde. I kena 2 tegla qëto. Jem shesh. Njona është dhe qumilit është pa mazë, tjetër është në ma bazit është me mazë. 2 atë janë të vullosne pej grave të krushës. Cilën buki qefti, cilën takona, speca me mazë, speca pa mazë. Me mazë e kështë marë. Tegla që është gazoj sa është e mazë e sa i ka. Po thëtë të turshi dhe ajvar, 100% të bjerë nese, spec uj kryp shësher, është e vullos, vishtë të këshim sa është e mazë një tegl. 2.7 kg vla, 3 kg gati. Edhe, sa du mi, na e nga njës për 15 euro. 15. Sa e jep 20, apo? Pare shkojnë pa misti, më të ra. Shash vi u kry, u boj, shash e që ke qikën vjen ta bjen të shpia, me delivery. Që, pa ndirit. Eke, zamër, 20 eke, që ku i ki, jepe. Kujt, qa bëne, ani mirë, që shka, dolla me nëzirë dinarin vla. Po, normal. Po qështë duhet me punu që e të fuajte. Hajde, shkojmë të shesë dhe shtave, jeta kujtune, ti përdin që është me shqitë, më smes të në ditë dhe s'kam vakte. Hajde, qau, shiem, hajde, tëmë lë, shiem, qau. Hajde, tëmë. Jo, preke. O, një zotëri për shkaju me speca. Më që shka thatë.
Aty se janë ato e shit. Qka, bon speta? Që gazetore, atë më reblej speta elektrik për matit e ka bo shumë mile. Jo me kërpuni se qelet kjo dhe blejet. 5 euro. Unë me blishtoa? Po. E ka bo vish pra. Se e këna shqit me mazna, që ke një që ka marru na i ma bozi, që te ka bo shumë mili. është e vëllës qaho, është e vëllës për grave të krushës. Pare shkojnë bamirësi. A ki 5 euro? 10 i kam. Ane? Hapidan. Po. Hajde. Tegla është e jotja. Po, unë s'po du me marrë tegla. Jo, tegla kim. Jo, më parë, më smjep, mere teglën dhe më the. Ja, s'po du tegla në marrë. Ani, në fakultet? Ku me ta rujt, ku me ta lona teglën? Ku du shteja? Ata jepi numrin e elitës edhe kësajna qikës. Ha? Okej, ama. Që i ndërën me kaltrinën, numrat, biri paret, mere teglën, e ki të rojt në studio fresh. Se ti, që jep një 15 euro juja, se kesh doja shi qikës për 10. Po, për bamirësi qumili e ka bo, gratë e krushës e ka mbullos, pare shkojnë bamirësi. A po do një hajtë të marrë? E, vishë keni ma shumë pare. Edhe unë të gjinë jam. Që? Po, baba. Jo, më rejtë pa gjakova më sëmë. Që vish bak, qumili e ka marru, gratë e krushës e ka mbullos. Qysh? Ose në që qumili na? Se më të e ra të goshe. A po dojnë? Po, a bi vlenë, se të se ka njetë me ble. Qumili, këta me ja hek, qumili me bërë të tjetër. Qysh? Jo. Unë qëmëjnë me qenë, duhet të të pare. Është qumili është humorista, është karakter qumili. Po, do me thonë, është i tërqizumë. Blejtë qika, vrinë. Me tegla nga, krabë, qërë. Në të ndeve, dyat për të dojnë a, qëta shë njësi me po biznes. Mas bërë të në Shqibleve, pe emision të elitës që ka të rinë është prezentuse, po më rejtë përfajtësuse, edhe unë e shita. Njone ka bërë qëta pa marë, e ka bërë qumilje, për me marë, e ka bërë najimi. Po dyat jenë të vullës ta pe grave të krushkës. Si fanë se madhe uqimi. Hajde, për hajde, po shëtë në bërë. Ciao, në alja drita njëre të asë. Jemi në këndin e grave të Krushës. Sot mysafirë kemi aktorin e mirë njohën, zonjen Leze Qena. Leze mirë se erdhe. Dhe 2 bashkëpunëtorët mia, zonjen Gjevahire Duraku dhe Besire Krasniqi. Sot e kemi me bo tërshi kombinume. Shpresoj që aktoria mirë njohër ka punu dhe nëse është e pjesës tonë atje, po ta shohëm, a bën dekorimin më të mirë se gratë të Krushës. Falla, më duket turshia ju është më e mira. Faleminderit, lëmë goja, po nuk besoj Pse s'besoj? se ti e bën më mirë. E, kom bo dikur edhe une. Kërë kom pas atë temin gjallë. Po, tash, për kom e bo, ajo kom dërman, ka pas qef, gjithë shka me pas, unë e kom bo. Tash, edhe që për bëj këta të rritë, për dojnë një këtë plastika, Allah, të bleme. Të gatshme. Po, të gashme, ajo gjithë më theke s'du një këtë plastika. Me shapeta ka herë, shtu, bleme. Ja, më së mbën heq. Po thësh na halas jam mësu mërë njeri, dhe i sa e mësu me qitë pite. Kush t'ka mësu me qitë pite? Kush më ka mësu? Vesh më së më thuj Gjevati. Jo, Gjevati jo. Po kom këqyrë, kom vjellë. Zanati, vjellët. Se më vikij natë dhe më... Dikën kom po, njëherë kom po. Nona me halën. Masi që jam martu, mas 1 viti kom shku, o pajtu nona me mu. Mas 1 viti. Edhe tash nona me halën, bëshin 5, njona anë tjetra këne për mi qarshaf që shtu me dore hapshin. Unë e pikë qëri, thash, a që shtu bëhet pitja? Tha, po që shtu edhe ndryshe. A, se kom dit. Aj, baba, tha, e kemi millin e mirë, na ta japim do mill, i zhvitiri. Ta japim do mill me veti edhe ti qetë pite. Kur erdha une këtu, ora 10 në mramje, e në zuna brumë gjatë i mundë. Që shkom dit, edhe i dova ato kuleç, po nuk i kom në resh, veç i kom do. Qashtu i ki lënë? Po, edhe
e kishim një musafir që ishka i shia dhe si kusheri e kisha, me Gjevatin Lushin letra, për Mikau qatë dritarja. Më thënë, shpirt, 2 vetë do të me bo pitën. A i më këqyri një herë, dhe më këthuja për. Une u bo dhe të gjithë, shpirt, 2 vetë do të me bo pitën. Nda që bënë nda që lejtë. Prita dhe pa. Shpirt, 2 vetë do të me bo pitën. Për të quë qeli dritarën, fa, ta, kules, një ka një mi gjujtë, une, ku, krysha si thmi të gajtë. Brumin e nona, së në që isha pajtu tash. Në nona në vike i natë, ku, aj shumë, këtë kujshit janë qu. Mëne, ku, ani u shuk shna, mësaj në vike në si thmit. Ja i loni, shumë preleze se na morë të, ku, brumin e nona. Nej, se, u kryja jo punë. Ma në gjesë për shkojmë në punë, unë me Gjevatin një plak një këshi. Tha ti artiste, tha shka konë promë shpequj, shka keni bo? Është kur gjumër, që shko gjumë? Tonë kemi dalë, kujtu më qotu të preja, shka të të bo. O, tha shkja mërë ma ka gjujtë brumin. Po ta kësha këputa të kry. Tha na keni shtit mirin. Nëse qashtë unë mos i kom thonë. 2 vetë duhet me bo, po u sova. Edhe janë njësa me Se dhe keni të gju tjetërin ma tepër, Gjevati, ty apo ti Gjevatin? Cëli kemi? Në vendimarje. Vala s'divesh, na jemi përla gjithmonë, për më ka thënë, shpirt, ku po shkojmë sot? Në ku dush. Po une për të ves ty. Ani dhe ku dush ti edhe une. Më tash me thonë, ku po du une, në shtë ati që pëlqen. Mas shumë ti për që të gjona jemi përla. E që masaj kur jemi pajtu. Ne se ka posa të sene që shtu kritë rreth ushqimit, se ajo konë gurman. E po gaqen e marrë këtë një. Gurman, shfar nën kupton gurman? Gurman që punëtor. Ka qëtë me hongër. Po. Shumë edhe sene kështu ma specialitete. Uq ma shumë të i bruma. Ma shumë bruma? Une po gaqen. Po Gjevati akon e onës hasit. Po. Atëherë i ka taku se forragjia dhe din me përgatit ushqimet edhe krejt. Edhe që ato a i ka arza që këtir me bo pitën, se me pas bo vetë kish bo ma mirë se ti. Në është ta e kish bo, që e po gaqen e bëj ke ma mirë se une. Se une e dishna një po gaqen që duhet me ngjish shumë. Shumë. Edhe ki po më tha, shpita po gaqen une e maraj se une e ngjishi. Edhe ta shka njëherë nuk blesh na bukë për dorë, të thishna, mos të hajme, di pak djetë. Kur s'kemi bukë, s'hajme. Shqy qka ka për da? Bëdha s'ka bukë. Që ta shë marrë unë po gaqen, filat. Mos me hongër, po gaqen, kër e marrë ke aj, u bëj ke kja meti, e kër janë njësë qa me hongër s'dë shamunan, po gaqen me djathë e me arra, kemi hongër. Me djathë dhe me arra? Arra, aja është e meki maj miri. Gjatë sharet edhe arra. Mëra arrat kukur po gaqe, edhe me buktazo është e një. Lezaki, shti në herë me shti të shi, Gjevatin Po, dhe? të rshi po bëre, e i ka doshtë që majvarin. Edhe ta është të kispirta po bëj majvar, po mëra po dënë, amnim po. Mi pikë spjecat e, i qërëshim bashke. E njëherë një skeqe patëm lujtë, kështu në koncerte, ja jap 2 lukë, se me një të ngjere pekmezi, me një të ngjere ajvari. Edhe një moment i thëmë, qëre ti njëri përzi këto, që mos mi përzi lukët, që ma bënë këta ti në të ëmbën. Ajta është ti përzi, ti kisha pas 2 gra, si kisha përzi unë. 2 gra, po ki qep 2 gra, jo po edhe, edhe unë e 2 burra, pra. Atëherë thotë, ja, se kush i ka 2 gra, këmishën palo. Po edhe gruja me 2 burra, kur si nëzjet fura. A jemi gati me njës me regullu teglën? Hajde, ju thirem një atje në krushe, kur të njësni me botu Kësmet për Zotit, fillojmë,
edhe kime konë pjesë e jonja një ditë marrë me punu me ato gra edhe pak me dhe dhonë motiv me punu edhe më konë më të forta. Po, valla, hiq më s'ki Se na kur ju shohëm gjeneratëve të vjetra që jeni më të forta edhe na bëhem më të forta. Sigurisht duhet. Edhe unë kom vjedhve për në tarin. Kom fillu me botë të shia, kom vjedh vjehrës. Po? Po se din hala. A se din? Jo. Hajtë qyri unë qysh. Je obligune me majtë dorëzët. Për shkak të higjienës. Mas pare në djatën. Me bismillah, po. E ka munozën veç. Hajtë. Kjo është keshe. Sot për... Kjo shkull. Më mësu dhe më konë verë se përgatit Ta me shë marë. dhe një dorës të majtën. Në marë. E për zotin. Pas kemi mu knoq me turshina. Një kur ti kërkojnë turshinat tuna. Va. Po jo, së me qituna. Kapuqën së pëta qese e kini kapuq shumë bukur në krye. Ani, lema pra kapuqën. I kom shef lukë. Mas mirë. Qeva për në qelë ato dhe me fillu me... Po, veç e le kapakën edhe filloja në zerje. Edhe kur ti vjelni specat ato në bashkë edhe atëherë vijune. A ki vjellë speca në herë? Në bashkë në barë kom bohën në herë kemi mjellë. 3 vija, 2-3 vija. Po, Po, atë kara puna në herë me shku me vjetë një hektar speca. Une kur kaloja në kur i shëthëm ku të ngratë sa punën e kanë, edhe shumë lirë më duket kur i shqipni. Sa të mira. Tash këtu? Një kombinu. I pari. Vish bën në renditje në mirë. Në pas ka marrë malli mëre. E bo turshi. Se kemi pak vrejtje të konsumatorë që pak shmimi lartë i produktve tona. Çmimi lartë, po i blej. Po i blen. Po i blen. Malli mirë, shitet shtrajt. Fakt. Menja. Edhe nuk se në këqyrin me marë të mirë. Kusht ka në fak. Po, të ka në fak. Qashtu edhe këtu, gjithë shkafi është. Ka qef ma të mire ma. Po shka është ma keqa që na kemi qef mire lirë. Mire lirë, vallaj, shumë zërë. Zërë. Ajo është qërba lirë t'i djekë bust. Ti djekë bust. Qështu e di une. Se shkën e blinë ti një malë t'i lirë, shkën shpe vesh një herë, është shkyjet e... Ja, ma mirë. A din qka? Zëngjini. Thot, nuk jam fukara me blje senet shtrejta. Sa i zëngjini blinë senet lira, vesh një herë e gjurë. Po. E fukara shkën e blinë shtrejta, e banë ka 10 vjetë. Qështu? Leza ke qenë krushën e herë? Në krushe po. Kom qenë. E me kalu, kom kalu shpesh. Mirë, mirë. Marë taqë. Turshit, po. Të vreskta, të mira. Shumë të mira, qëri sa të shnosha. Shumë të shnosha. E di, unë s'po guxoj me prek se mbërtet zonja Farie, drejtoresha. Po, se pa dorza. Po, pa dorza s'bën. A qashto? Qashtu është. Kom pas njerë me bu një tegull, s'pa ta dorza, dësha me qinë shitje, po tha ja, pa dorza s'ka. Ne bëm një të katon. Ja pa dorë za zban. Edhe dur të prishën. Una trejat, që na thojt njëve trejave që të vrejt sa pastrojme, qa bojme. Qësh mi maj dorëzët kjo? A fukuj ka mira kjo tegull mëre, që pe nëre që jone. Atë javën tjetër e qesim shitje. Kanë me ble, po, edhe paret e teglës shkojnë të familjet në nevoj, qështu kam vendos gratë i Krushës, drejtoresha Farie Hoti. Kemi vendos se 99-ën 2000-ën ka pas shumë njerëz që na kanë ndihmu në aspektin financiar dhe na kanë ndihmu për të mitë.
e tonë, po në 2017 në Gratë e Krushës e këndon vendim që kavanozët shitën në Elita Show, mjetët që shitët kavanozi me dhonë familjeve me nevoj. Kështu që edhe na mas sa vjetë dojmë me dhonë kontributin tonë. Bravo i që. Teglat veç jënë shqitë mësaferve ma herët, edhe për këtë në që dënë me bli teglën e zonjës Leze Qena, mundet me shku në faqen tonë zyrtare, Elita Rudi në Facebook, edhe me bli teglën e Lezës. Qmimi së është i vendosën, nga zemra, sa të kini zemrën, e jepni edhe qmimin e teglës. Po pra, që Lezë. Po faktikisht aktoria madhe ka qmim. Edhe kjo është punë e kësaj edhe tegla ju në ka me pas qmim. Inshallah, inshallah. Ama edhe një karot që të ta fosë të pi me ljora. Që pyta edhe njëherë, a ke qenë Krushe para 99-ës? Para në ku? Po. Po. Që ke pa Krushe në atë ko? Po këqyre, tash, ma shumë po ka parcila ma të mëdhaja se për para. Nuk s'di pëse, nështë privatizimi atëherë konë ma i vogël. Ma i vogël. Po, ma i vogël, tash janë bashkan gjitë janë. A ke vizitu Krushën kove të fundit? Kom qenë një herë, me men shpesh vi, pës po mi për të rasti. Shpreson të vish. Vizën me ma qu, nështë Vizën. nështë di ma... Je i thtar i vizëve dhe Evropës. Unë së më vynë, një që Evropës së më vynë. As Që të rrë në Kosovë. As Krushës nuk i vinë në Evropa. A? Evropën e kemi aty, se kemi tokën. Po, valla tokë, ma të mirë, se Kosova. Tybe nuk ka në botë, po mirë toka që na ka një dhe se jemi demila. Jo krej. Së me thonë për ju, gradja në punë të. Na kishim kërku dikon nga regjia, me na gjetë diçka që në fund Lezja me në shkru që është tegla asajna. Edhe, masi veç jena në qësi kondi, edhe jena ma tradicionale, unë e di edhe shumica njerëzve din që këndon shumë bukur. Qëre që jena të pregadituna me të ndëgju, të këndu, është e pashmangshme me të lonë me dojnë prej neve pa na knu një kongë. Qëfar kongë, mërë? A din kantorit kur ti thuk nëna një kongë a i zdin? Cilën? Cilën e ki ma për qefi, kështu që e kënën me shumë dashni. A ki kënu në kongë me Gjevatin? Me Gjevatin, a po vëlla për ditë e për natë e për... A për në kënën ja? Sa më kënë mungo shtu. E kina kondin asiloj që na shkën edhe një kongë. Për shamull në cila ju kishë përqy. Hajde. Na i shko një herë një gru, me një burë kish kalu, shpejt e shpejt na janë martu. U banë burë gru që kërkun s'ka, kanë dhënë besën mos e unda. Qohet burri për beter, besharet që kur se merë, po i thot grus shpirti jenë. Hajtë gru të blem një kërë, një problemu dul me herë, nuk ishin patent shofer. Ne të njofshëm kanë bisedu, autoshkollën me pagu, për beteri kur ka shku, hop, shkërk e ka nërdzu, shumë ngratin e kanë munu, kur qysh s'ka mujt me kalu. E minjan provim ka shku, vëllonin hetë se kalu. Se ngërmi e kanë provu, hop, shkërk ka kalu, her për para, her për masë, jemi ne je pigas, te ura 3 her ka hi, her për fundi, her për mi, te ura e kanë provu, hop, shkërk ka kalu, her për para, her për masë, jemi ne je pigas, her për para, her rikëthës, hajte mine, hec! Bravo! Duhet me në shkru? Do këtë mëre? Shumë mirë. Tash kemi me në shkru. Hajtë jep ma ti notën. Shumë mirë.
Nështë ta ka mujtë edhe ma mirë. Ka mujtë edhe ma mirë, po edhe kjo është shumë mirë. Ha? Edhe kjo është shumë mirë. Ka mujtë edhe ma mirë, po shumë Tash mirë. më smardin, tash jem... I kom bo do vjetë. Zonja Lize, na qëto kena me qitë qëtaj që dush me nënshkru. Pastaj e vendosim edhe logën e grave. Urna? Tajtë më sënej. Që mund është me hek dorza, se na shtat tash... S'pe shkruan kemi. S'po na shkruan kimiki, regjia. Që? Apo shkruan? Po. Ta të lënë gjyst. Që? Na! Aja. Në bre! Në. O, mirë. Në, s'pa bën. S'po bën në, a? Ja. Hajde na duhet edhe një kimek tjetër prej regjis, ju lutë. U hargjit. U hargjit. Që kjo e valla, po më duke Leze, që s'ka këmë e nevoj, pos. veç leze po. Leze mjaftën, e di. Hajde kimikën tjetër. Qa? Heke dorëzën që danë? Hajde se me mirë. Se drejtoreshën e kena të fështirë. Nuk në alen me hek dorëzat asë kur shkrujmë. Qështë je? S'po vull heq, zoni s'pët njët. Që bre? Atë kur ja. Në që pas ka në këshulli. Falimderit shumë, që për marrë unë edhe I që boftë kimek. mirë kush e blenë. Po, Thirëm një edhe mu për drejt. kur do që e blenë teglën, me thirë edhe zonjë Lesi për drek. Edhe më varë që ka pregaditni se është specialiste e ushqimit, a e njëtë histori me bruma. Kështu që keni Jo në kujdes. të qesin shkam kona mu se... Qka të kona, qka dërnë Mish me lakna. Mish me lakna. Tash s'po bojnë mish me lakna, për para bëjshin ashtihone, që zicene. Tash vetë për zhitne të pjekne, këtë Katastrofë. të rrit me hamburgera këtë smut. Hani mërë dhe shka langë me lugë. Rini. Keq. Se ki keq heq. Po. Se ki keq. Unë për njës nga për të mive. Unë ju them edhe njerë shikuzve që kushdo që dënë me blejt teglën e Leze Qena, zonjës Leze Qena, mundet me shku në faqen tonë zyrtare në Facebook, Elita Rude, edhe çmimin e vendosni jo. Paret e grumbulluara. Paret e grumbulluara shkojnë në familjet në nevoj, qështu e kam vendosur. Bërni se vapa, qështu bërnë se vapat? Kapak, nas po kena mundësi ma te, për Kishtë qëtë... zek një djali ri. Edhe, kër shkon të dira gjenetit, aty dy melaqe, dy engjuj, ti thënë, sa të mira ki bo, e sa gjinohe. A i tha, valla, i kom bo 99 të mira një gjyna. E thët, valla, shko gjoj edhe një të mirë, se s'munesh me hi këtu. Ky shkon të nona, nona i thot, valla, unë jam zërë për veti. Shkon të baba, thot, sa i gjynatu në s'po muj për veti, të motra, të vlau, s'ja je pas njoni. Dorë zot, të hec rrugës e sheni shok të minis. O, thot, a dhe ti pas ke ardha po, qësh e ki punë? Pas të, qësh kom i pas? Ti, thot, valla, unë e për një se vap këmet pa hinë gjenet. Pse që shë puna? Tha duhet mi pas 100 se vape, ndaq me hi aty. E unë i kom 99 se vape, një haram, edhe s'po muj, një gjëna. Ky thot unë s'po vikna në rengur, unë i kom 99 gjëna, një se vape. Edhe që atë për ta fali. Ta fali ty. Edhe për shkanë Po, gjenet. edhe, thot, për vi për këqyria për të lëshojnë. Ojë, vinë atë. Vjen, thët, ha, e gjitha, po, kushta dha? Kjo i tregon, qështu, thët, një shok, i fminisët. Kushta i shok? Thët, qiq atë. Ajde, edhe ti mren. Me një se vap e ka fitu, parajsen, se e ka dhonë kod duhun, edhe ka dhonë me gjithë shpirt. E shka t'jep me shpirt, është halal. Ata që i japin gjithu me shpirt, shka t'japin? është halal. është halal. Po. Falimderit shumë që ki qenë sot në Elite Show, na ndoshta të kemi lodhë pak, po kalum shumë mirë edhe na dhe kandi i grave të Krushës, edhe gjithashtu edhe mesazhi i fundit ke shumë i bukur për ata shikues që po na ndjekin.
Faleminderit edhe një herë, faleminderit edhe drejtoreshës, Edhe edhe juve, grave. edhe stafit, edhe këtyne grave, krushës që më kanë begenis. Zakonisht nuk i begenisin. Nuk i begenisin zakonisht. Thojnë keq. Krejnë musafir që i kina pas keq i unë konë. Që e para që të begenisin. Për mirë, me men vëllë shpesh vi, Në Krush. se ja u di halët. Që, isholla, vjen, Të marim tash në stafi e shkojmë krejt bashkë. qashtu. Edhe për neve ka qenë derë t'je pjesë e jonja sot. Faleminderit shumë. Je gru me motive shumë të forta. Po, unë prej jush, prej popullet i kam këto. Jemi model për gjeneratët të reja. Ti model, më i miri, mas ne gratë të Krushës, mas neve vjen elita, kështu që brez mas brezi kultivuan modelet mira. Po, sigurisht. Unë po du mi më përqaf krejtve, edhe, edhe ty, që qësh më ngretë. O gjithë, ata që pëllojnë në dunë ma shumë ti. Kuku për mu. Faleminderit shumë. Mas më keni bo kuq. Jo, mos tanin. Faleminderit shumë. Edhe shkojmë me pak marketing, kthehemi pas pak në studion tonë. Jemi kthyer në pjesën tonë të dytë të spektaklit Elite Show. E tani është radha ta ftojmë një këngëtare e cila është e re në moshë, por ka arritur suksese ndërkombëtare. Me neve sot është Klesta. Klesta? Mirë se erdhe në Elite Show. Faleminderit, mirë se ju gjeta. A do më përqaf? Hajde Klesta, apo të pëlqen studio? Qenë ka shumë e bukur dhe shumë e madhe dhe pas ka ngjyrë rozë që më pëlqen mua shumë. A të pëlqen ngjyra rosa? Po. Klesta, unë më prezentim se përmenda, po të e ki përfaqësu Shqipërinë në Eurovision, Junior Eurovision. Qësh ka qenë krejt kjo eksperiencë për ty? Ka qenë një eksperiencë mrekullueshme, të cilën nuk do ta harroj kur, duke që kam bërë shumë shok dhe shoqe dhe jam kënaqur shumë. Qësh e ke ndi vetën, tu e marë parasysh që edhe në moshë je e re, ku shkova atje, qësh e ndive vetën? Jam ndjerë shumë e lumtur që jam zgjedhur mes shumë fëmijëve mes Kosovës dhe Shqipërisë që të përfaqësoj Shqipërinë dhe Kosovën në Junior Eurosong. Erza, fillimisht a je ndjerë rahat me këngën cilën e ki prezentu? Jam ndjerë shumë rahat sepse ka qenë një këngë e cila më ka pëlqyer shumë që nga fillimi. Ka qenë një këngë tamam për mua. Tamam për ty? Po. Cilat kanë qenë komentet e shteteve tjera për këngën tonë? Po, mendoj se të gjitha kanë qenë shumë të mira dhe të gjithave ju ka pëlqyer kënga ime shumë. Si të kam prit shoqëria dhe familje mas ju ktheve prej përfaqësuesës? Normalisht që familja ka qenë e para që është gëzuar më së shumti, por edhe shokët dhe shoqet ishin gëzuar shumë që unë kam dalë shumë bukur. Sa vjeqare je? Unë jam 10 vjeqare, kurse tani në gusht do t'i bëj 11. Kënë e ki për krasin më të madhë, mamin apo babin? Se për shkak që e dim që babi gjithmonë për t'jellë. Po nuk kam dëshirë që t'i ndaj dhe as nuk mundem që t'i ndaj sepse të do t'i dua shumë. E reagimet e shoqërisë pas ju ktheve, a kanë qenë komentet mira, a ki vrejt ndoshta që ti në moshë tre kanë fillu pak si me xhelozu? Jo, sepse unë gjithmonë bëj shok të mirë dhe asnjëri nuk është xhelozuar dhe janë gëzuar, po atë sa jam gëzuar edhe unë. Sa të ka ndryshu jeta mas ju ktheve në Kosovë? Normalisht që ka qenë një ndryshim i madh, sepse nuk është një gjë shumë normale që të shkosh në Eurovision, por pavarësisht kësaj, shokët dhe shoqet kanë mbetur të njëjtit. Edhe pse je 10 vjeqare, une edhe pytit po t'i bëj pak moshë madhore për shkak për përgjigjeve, për kuptoj që je shumë e informume, sa të kam përkra mediat? Edhe mediat kam pasur A ti bo shumë intervista?
Që nga Malta në Eurovision kam pasur vazhdimisht intervista të shumta, sepse shumë ishin të interesuar. Për me të pasin intervist. Po mediat kosovare? Edhe media kosovare, shumë media kosovare, kishin dëshirë që të më intervistonin, sepse dhe ata ishin shumë të interesuar për të ditur përvojat e mia në Maltë dhe tek Gjeniu i vogël. Që shpendim vetën që je ka që e re dhe je buka që e famshme? Po nuk di si ta përshkruaj, sepse është një ndjenjë shumë e bukur dhe shumë e mirë që si që pëthua ti ndoshta unë jam 10 vjeç, por kam bërrir shumë. Cila është ëndra që kishe desht me prek në të ardhmen? Unë kam dëshirë që përveç këndimit të marrë edhe një profesion dhe të cilin të jem shumë e zonja, dhe për të kënduar kam dëshirë që të jem si Celine Dion. Celine Dion? Po, më pëlqen shumë. Do me thonë, ty të pëlqen Celine Dion, po a ki zgjedh profesionin që kishe dosht më marrë në të ardhmen? Apo ende e ki vështirë? E kam shumë të vështirë edhe pse i kam saktuar 6 apo 7 aty dikun, por nuk mund t'i caktoj. Kam caktuar 6 dhe... Cilat janë ato 6? Kam dëshirë që të bëm matematiciente, farmaciste si mami, ekonomiste si babi, arkitekte, kam dëshirë që të bëm princesh, mbretresh dhe kirurge, ose mjeke. E qysh po të ndojnë mu bo princesh? Kam A dëshirë... ki naj vizion që ka dënë me bo? Po të kishte akoma Kosova princesh apo mbret, do të bësha e Kosovës, por kam dëshirë që të shkoj në Angli dhe të bëhem princesh. Princesh Anglis? Po. E Kosovës po princesh e Anglis? Po, sepse në Kosovë nuk ka. E do me thonë, për më martu dikush me ty, duhet me gjetë prince? Po, duhet me gjetë një Prince me princ. kalit bardh, i kaltërt. Princi kaltërt me kalë të bardh. Me siguri që babi jotë ka me më kritiku që po të bëj kësi pyetje për princ. Po, ne shpresojmë që në të ardhmen kime gjetë edhe princin, po ki shumë kohë e ki shumë sfida që kome të sjell jeta. Cila është kënga jote e preferume? Po unë kam shumë këngë të preferuara, por një e cila më pëlqen shumë është I Surrender dhe sigurisht edhe kënga ime Besoj. Na kime me ndëgju këngën në fund Besoj, po unë kisha pas dëshirë që te me na këndu ndë një refren këngës ose një pjesë, sa du të bukur e di që s'kemi pregadit, po të e pas parasysh talentin që ki, nuk po hezitoj me kërku prej teje. Ta këndoj pak refrenin e këngës I Surrender? Pa tjetër. I surrender. Falemderit shumë, Klesta. Na u metëm të e cekë që e shumë e bukur, po të e ndëgju zonin, une po të përgëzoj shumë edhe na emocionove edhe neve edhe publikot. Për pas muzikës, me qka po mirësh për momentin? Po unë shkoj edhe në shkollë, jam në shkollën e muzikës, shkoj edhe në kursin e gjuhës angleze dhe jam edhe në kursin e programimit. Në cilën shkollje? Jam në shkollën Fajk Konica. Fajk Konica. Qysh po sillen arsimtarët me ty, apo t'japin najherë leje kur duhet, apo t'kuptojnë? Unë nuk kam arsimtar, por kam mësuese. Mësuese. Sepse akoma nuk kam dalë në klasën e 6, jam në klasën e 5 dhe akoma jam e mësuese. Dhe me gjëra fjalla po, kur ka nevoj edhe mësuesja ime gjithmonë më jep leje, që nëse ka nevoj mund të shkoj pak më herë se të bëjnë ndonjë mungesë në shkollë.
Apo bën shumë mungesa në shkollë, për shkak të angazhimit tënd ndaj muzikës? Po, mund të them, por sepse ndonjëherë më duhet që të shkoj diku, si shembull në ndonjë festival, në ndonjë garë, ndonjëherë më duhet të ri 2 ose 3 ditë. Pastaj këto janë mungesa të cilat mësuesja gjithmonë mi arsyeton. Apo mundesh mi arrit që mi mësu edhe ti mësimet si nxënës si tjerë për shkak mungesave që i bën? Po, pa tjetër, sepse unë dua shumë që të mësoj dhe që kur të rritem të njem e zonja. Faleminderit shumë që ki qenë sot në programin tonë. Besoj që kanë mu arktu shumë edhe shikus kur ta ndëgjojnë edhe këngën tone. Na të urojmë shumë suksese, edhe besoj që kemi mri majat, sidomos nga Kosova kemi na përfaqësu dinjësisht. Shumë faleminderit. Faleminderit ty princesh. Unë po ta liroj skenën, po të përqafe, edhe vazhdon ti me këndu. Në lëkura ende kam kritë në deti, edhe hiri me shtëpis mund e kam. Një vend që se haroj, me lotë që kapshoj, dhe pa që shpirtin nuk ka. Believe, love will win eventually. Believe, some will rise up differently. Jo nuk shumë si dikur zaqë qiel, edhe djeli sot më duket më gri. Pse lumi ku qëllon, pse lufta nuk mbajton, fëmi që kanë në syri. Besoj, djeli ndryshe do agoj. Besoj, dashurinë do ta zgjoj. Studio më e mirë në Kosovë, Selma dhe Kaci, ka vendosur edhe kësa jave ta transformojnë dikë. Le ta ndjekim se kë kemi zgjedhur ne në sheshin e Prishtinës. Përshëndetje. Mbyle Vera Malsio. A e ki po emisionin Elite Show? Po. A e ki po rubrikën me Selmën? Po e kam pa, më ka pëlqy shumë. A pranon me ardhë dhe te sot? Nëse nuk vënon po, se jo, me gjithë dëshirë.
Si zakonisht, studio Selma është e pazëvendësueshme, unë jam ndosh shumë e kënaqur. I ftoj krejt qikat e reja, kushdo që ka me bë grim, frizur, le të vinë këtu se kanë munduar shumë të kënaqshna. Unë për veti falenderoj juve, edhe krejtve që kanë punu me mu, jam shumë e kënaqur. Shumë faleminderit.